Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklarat për mediat nga Selia Blu ka deklaruar se masat e sigurisë në Belinda Balluku duhet të ishin më të rënda, pasi sipas tij veprimet që quan në aferën e tunelit të Llogaras dhe unazës së madhe të Tiranës janë tipike të një organizate kriminale. Shqiptar, çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre nuk kanë në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Po, ato kanë shkelur me 2 këmbë ligjin, me mos kualifikimin e veprës grupi strukturor kriminal. Dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lubi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë, sipas burimeve anonime. Kjo është e vërteta. Ata që marrin në mbrojtje, ata që pretendojnë se po nërhyet në pushtetet e njëri tjetrit, ata janë të paritur, se tani Lubia e bëri një gjëtre. A e kishte dëgjuar ndonjëherë ju fjalën i paritur? Kur? Parite i thot atë biznesmenin. Parite. Urdhri i saj. Do më thënë, laje në Flori. Po t'ishte të kohë Flori, kjo laje me para. Parite atë. E futi një term gjuhën shqipe që se ekzistonte më parë. S'mu t'ja mohojmë këte. Pra, këta prokuria nuk mund të kishte absolutisht asnjë devim nga kualifikimi i tyre grupi strukturor kriminal. Kanë vepruar së bashku Balluku, Edi Rama, Elvis Berberi, ata Gjyli, Stërgjyli, që kanë ato zonjat, kryetare të KVO-s e tjerë mëra. Ta kanë qenë një grup. Se si mbajnë të gjithë të pandehur dhe nuk kualifikohen grupi strukturor kriminal apo organizat kriminale, atë unë nuk mund të them. Pra, për ta mbyllur, me kërkesën për pezullim, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka ushtrim të plot të kompetencës në zbatim të ligjit, të procedurës penale. Ata që përpiqen vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtin urdhër si ndaj Lubis. Ka marrë që kompetenca jota që nga për të mbrojt hajdutët, kompetenca që nga për të vjedh, për të shfrytzuar postin, për të vjedh parat e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh. Pra, se çdo vendosin, tani unë ju i kam shpreh konsideratat e mia para gjykatë, nuk do të shkoj më tutje, por akti i parë, për mendimin tim, që gjykata duhet bënte, të refuzonte shqyrtimin e kërkesës, sepse ai vendim është në përputhje
të plot ligjore, me kuadrin ligjor të Republikës Shqipërisë, madje me kuadrin e ri ligjor të Republikës Shqipërisë. Asgjë si mbështetje për prodhimin e tyre, por edhe kur përmbyten për fajt atyre që qeverisin, përsëri i lën në mëshirë të fatit. Në këtë qeverisje, fermeri shqiptar është i përbuzur, i lën me një anë si qytetari më i fundit dhe më i parëndësishmi. Për atë nuk kujtohet njeri vetëse kur vinë zgjedhjet dhe i kërkojnë votën. Në dy bashkit, ku dëmet ndaj fermerëve janë më të mëdha, në atë të Dimalit dhe atë të Kuçovës, na rezulton se prej shumë vitesh nuk investohet as edhe një lek në mirëmbajtje, riparim dhe zhbllokimin e kanaleve kulluese bujqësore. Të dy krye bashkiakët socialistë të bashkive, duke parë dëmet e shkaktuara, kanë detyrimin të bëjnë publike të dhënat për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese. Sa investime kanë bërë, cilat janë kompanitë fituese, cila është përgjegjësia e tyre. Por nuk ka ndodhur një mirëmbajtje e tillë realisht në terren dhe këtu përgjegjësia bie tëra mbi pushtetin vendor. Ashtu si edhe në Bashkinë Berat është përgjegjëse për përmbytjen dhe dëmtimet e bizneseve dhe parkimit në qendër të qytetit, sepse projektimi dhe zgjidhja inxhinierike është bërë gabim aty Buzlumit Osum. Për këtë arsye, i kërkoj Ministrit të Bujqësisë dhe pushtetarëve vendor të përllogarisin sa më parë dëmin e shkaktuar çdo fermeri dhe çdo biznesi të qarkut Berat dhe gjithë Shqipërisë. Si dhe i kërkoj në të njëjtën kohë Ministrit të Financave të alokoj fondin për dëmshpërblimin 100% të çdo dëmi të krijuar. Parat janë. Përpara 2 vitesh qeveria shpërndau me akt normativ 100 milion euro, mos më shumë se kaq, me styre edhe shpenzime administrative. Këto para janë të domosdoshme për të ndihmuar mijëra fermerë që kanë humbur kursimet e tyre dhe gjenden tashmë në vështirësi të mëdha ekonomike. Për këtë mjafton që qeveria të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, sepse është detyrim i qeverisë të përgjigjet deri më një këtyre dëmeve. Mundësit janë, mungon vetëm vullneti. Ju falenderit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Lefter Maliqi është paraqitur në prokurorinë e posaçme. Në prononcimin e tij për mediat, ai foli në lidhje me kallëzime që ka bërë në SPAK, mes të cilave përmendi firmën Salillari dhe tenderat që kanë marrë në kohë fushate. Maliqi u ndal edhe në një tender 1 milion euro në një shkollë në Kuçovë, tender i cili sipas tij u mor nga NIP-i i Sadria Bazit. Të lidhur me të, këtu do të jap mediave përveç shkallëzimit të sotshëm edhe një memo të 4 drejtuar Dumanit në ikje, i cili s'më ka dhënë asnjë përgjigje për 11 kallëzimet e para. Kallëzimi sotshëm ka të bëjë me 1 milion euro tender rekonstruksion të një shkolle në Avaleas të Kuçovës, ku nuk janë asnjë 10 e nxënësve, klasët pothuajse janë bosh. Dhe ky referim ka të bëjë me indicjet e qartë publike të dhënë edhe nga mediat për manipulim të procedurës së prokurimeve publike, skualifikim fiktiv të operatorëve, krijim të një gare formale dhe jo reale, përcaktim të fituesit, devijim të fondeve publike në shkelje flagrante me ligjin. Të tender e ka marrë NIP-i i Sadria Bazit. Pra lidhjet e qarta politike që ndodhin në Shqipëri. Të dashur qytetar, u bet 2 vjet e gjysmë që unë vazhdoj me kalvarin e pa drejt të institucioneve dhe drejtësisë shqiptare. Në 6 nëntor isha në gjykatën administrative të Tiranës, e cila shpalli mos kompetencë për ajdarin i vetmi që mbahet nga ligji dekriminalizimin detyrë nga celibashi. Ju e dini shumë mirë që është i dënuar në Greqi, duke qenë i pranishëm, SPAK-u i famshëm, gjykata e posaçme e dënoi me gjykim të shkurtuar 9 muaj burg, me 150 orë punë, nuk e ankimoi në apel, që në ky moment Këshilli i Ministrave duhet ta kishte shkarkuar nga detyra. Por çfarë bën? KQZ-ja nuk e shkarkon, kasi ja rikthen KQZ-sh për shkelje të ligjit dekriminalizimit, atëherë Dhor Sollaku, avokati Ajdarit famshëm, me paratë e pista të qytetarëve taksave të qytetarëve të Kuçovës,
bëm pa di në gjykata administrative. Para një viti vem në gjykata administrative, gjykata administrative na thot që është me leje lindje gjyqtarja. Bas një viti na vjen gjyqtarja në detyrë dhe mbas 2 seanca shpall mos kompetencën dhe ja kthem përsëri Celibashit. Përveç kësaj që duhet të ikur Hajdari i famshëm, unë duhet ju them, po ku ka SPAK mbi tokë dhe nën tokë, prokurori mbi tokë dhe nën tokë, për kallëzimin e parë që unë kam bërë për 4 milion euro, pa leje mjedisi, në zonë të mbrojtur, në sines të Lumasit Kuçovës, nga firma Sarilari, që goditën qytetarët, banorët, i dhunuan me policinë politike të bashkisë dhe të shtetit. Dhe lekët i ropën, i morën, ujë nuk ka në fshatrat e Sinesit. Po kështu, 2 kilometro asfalt mbi asfalt, në kohën e fushatës elektorale, pa tender, pa procedurë tenderimi. Jam thirrur 2 herë në SPAK, u kam thënë që nuk keni fuqi të merreni me Sarilarin, as me Hajdarin, sepse Hajdari merr me vete Sarilarin. Ka bërë denoncim tjetër për krim elektoral, është kapur me prova, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, administrator dhe përfaqësues të bashkisë në kohë fushate në 2023, tendri qenve, Ani Qerozit, Pastrim Parash, kanë denoncuar këtu vllain e tij, Angelo Kristos, kanë ndruar emrin, ndodhet në Angli, me apartamente, unë nxjerr viza me garancinë e apartamentet vet, punonjësve të bashkisë Kuçov, nëpërmjet Abi Bank. Pra të gjitha këto janë të provuara të faktura dhe shumë tendra të tjerë që unë i kam bërë në SPAK. Dhe SPAK-u është, po tendri pastrimit, po Viola Grin, Marcel Sheka i famshëm, dhe çelat e famshëm të Elbasanit, 1 miliard e 700 milion në Kuçov, u godit i pari që kishte pastrimin, tendrin e pastrimit, dhe ka në mënyrë abuzive, edhe KLSH-ja ka prur në SPAK, edhe ne e kemi denoncuar. Imagjinoni të dashur qytetar, se si pastrohen, se si vidhen taksat dhe ka lënë Kuçovën në mesjet, me gropa, me plera, me qene, me të gjitha. Prandaj, unë duhet t'i bëj thirrje edhe një herë Dumanit, të më kthejë një përgjigje zyrtare për të 12 kallëzimet, me qenë se është në ikje, dhe Kondilli, prokurori tjetër, që pushoi çështjen, transferoi çështjen e Sinecit në prokurorinë e Beratit. 4 vjet prokuria e Beratit nuk e heton Sinecin. 4 milion euro Sarilarit. E kemi denoncuar përsëri në SPAK, sepse është kompetencë e SPAK-ut. Pra këta edhin dobi 6 në njëri tjetrit. Të dashur qytetar, unë jam këtu për drejtësi, Bashkinë e Kuçovës do t'ia kthej qytetarëve se grabitën me 300 vota ndërruan edhe kutit. Kështu që besoj dhe shpresoj që të ketë prokuror të ndeshëm të SPAK-ut, siç kanë vepruar dhe herët e fundit. Imagjino, zoti Meta, zoti Berisha kishin vite që kishin lënë detyrën dhe u morën në arrest shtëpi edhe në mënyrë banditeske, kurse Balluku e pandehur, kryeministri nuk e shkarkon atë detyrë dhe detyron SPAK-un që të marrin vendim për shkarkim pezullim nga detyra. Një përplasje mes gjimnazistëve në Durrës ka degeneruar në dhunë duke lënë një 15 vjeçar të plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së martës, jashtë ambienteve të gjimnazit Dom Nikol Kaçorri, ku 2 adoleshent pas një konflikti të nisur në rrjetet sociale dhe një debati brenda shkollës, kishin lënë të takoheshin për t'u sqaruar. Sipas burimeve, secili prej tyre kishte shkuar në vendin e takimit, i shoqëruar nga disa shok, që ka çuar në përshkallëzimin e konfliktit. Debati verbal u kthye në përleshje, ku u përdorën mjete të forta dhe mjete prerëse. Gjatë konfliktit, 14 vjeçari dyshohet se ka qelluar me thik të miturin tjetër, duke i shkaktuar plagë të rënda. I mituri u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Durrësit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia nisi menjëherë kërkimet dhe pas disa orësh arriti të arrestojë të dyshuarin, ndërsa sekuestroi mjetin prerës të përdorur në ngjarje. Drejtoresha e shkollës ka deklaruar se konflikti ka ndodhur jashtë institucionit dhe se të 2 nxënësit një ditë më parë kishin ndjekur mësimin normalisht. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e incidentit. 14 vjeçari akuzohet për kryerjen e veprave penale, plagosja e rëndë me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Atentatorët e Julian Sulës, 45 vjeçarit nga Karbonara e Lushnjës, ende nuk janë gjetur. Policia ka sekuestruar kamerat e disa bizneseve
të cilat kanë fokusuar momentin e gjuajtjes me armë. Si të shihet nga kjo foto, 2 persona kanë dalë nga makina të cilën ai kanë parkuar në kthesën e rrugës Mistomame. Ata janë me maskë të zezë në fytyrë dhe kapele, sapo kanë parë makinën BMW të zezë të Julian Sulës që hyri në këtë rrugë, ata zbresin nga mjeti dhe gjuajnë njëri me Kalashnikov dhe tjetri me pistolet. Dalja e tyre ka qenë me vonesë, pasi makina e shënjestrës kalon me shpejtësi. Me sa duket 45 vjeçari i ka parë atentatorët dhe i ka dhënë shpejtësi makinës duke i shpëtuar mrekullisht plumbave. Atentati ka zgjatur vetëm 10 sekonda. 6 plumba kanë prekur makinën e Sulës, ndërsa 1 plumb e ka fshikur në këmbë. Pas kësaj, autorët dogjën makinën së bashku me armët në fshatin Lifaj, ndërsa Julian Sula fillimisht shkoi në lokalin e tij në Karbunar dhe më pas në shtëpi. Ka qëndruar disa minuta dhe më pas shkoi të mjekonte këmbën në spital. Deri tani, policia ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje 18 persona në lidhje me ngjarjen, por edhe të afërm të 45 vjeçarit. Pistat ku po hetohen janë disa duke nisur nga e kaluara e Julian Sulës në vitin 1997 deri më sot, si lidhjet e tij me trafikun e narkotikëve, bizneset dhe përfshirjen në politik. Julian Sula ishte një person i cili prej 2 vitesh lëvizte lirshëm në lushnjë, madje edhe në këmbë. Mjetet që ai përdorte ishin herë të blinduara dhe herë jo. Ai ishte një person i njohur për policinë, pasi është ndaluar për armbajtje pa leje. Blegtoria në fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Fier është në rënje për shkak të vështirësive, ndërkohë që fermat e vogla po shkojnë drejt zhdukjes. Blegtorët po i pakësojnë tufat e baktive të imta në Libofsh, pasi sipas tyre, si rrugëzgjidhje gjejnë zvogëlimin e tufave dhe emigrimin. Realiteti i trisht ka detyruar fermerët e Libofshës të ulin numrin e baktive për shkak të mungesës së mbështetjes financiare nga shteti, kostos së lartë dhe mungesës së tregut, faktorë të cilët po bëjnë që sektori i blegtorisë, dikur potencial për zhvillimin ekonomik, për mbarshtuesit e zonës, sot të shkojë drejt falimentit. Akoma më i trisht, realiteti atyre që nuk kanë mundësi të arrijnë numrin e krerëve për të përfituar subvencionin modest nga skemat mbështetëse, shprehet njëri nga blegtorët e vegjël. Sipas tij, ata nuk subvencionohen nga skema kombëtare e mbështetjes në blegtori, e cila parashikon pagesa vetëm për fermerët me tufa të mëdha deri në 100 krerë dele ose dhi. Mungesa e subvencioneve ka sjellë rënje të numrit të baktive, jo vetëm në Libofsh, por edhe në të gjithë qarkun e Fierit, është shprehur blegtori nga Libofsha për televizionin Apollon. Kam 50 kokë dele, s'kam ku dyqoj. Shteti nuk na mbështet. Sa të themi tjetër, do më dhim. Si heqim, se nuk na del ekonomia. Do t'i heqim, që të bëjmë? Ulliri u doqë, teja doqë, fun flakën ata që ti heqim. E i ben doktori. Vaksinat i blini? Po. Po ushqimin? Ushqimin blejmë, dhe diskutohet. Po çfarë do bëni ju? Ne, ju e dini. Ulliri na u doqën, po duan na japim dhim, na japim. Zona e Libofshës, që dikur njihej për tufat e baktive dhe blegtorët që përkujdeseshin dhe i shumonin ato, në ditët e sotme sektor po shkon drejt përfundimit dhe për ata pak blegtorë që kanë mbetur, pasi fitimi dhe mbështetja nga shteti janë zero. Fermeri nga Libofsha pohon se të merresh me blegtori në këto kushte është kthyer në një mision tepër të vështirë, ndërsa të mbarshtosh tufat e deleve është pothuajse e pamundur. Sa më tepër vitet kalojnë, aq më shumë kopet e baktive paksohen për shkak të problemeve me të cilat përballen blegtorët, rënje të ndjeshme krahas vogëlimit të krerëve në tufa, ka dhe numri i fermerëve të angazhuar në sektorin e blegtorisë, që me sa duket po kapin fundin, ka pohuar i dëshpëruar fermeri nga Libofsha. Kryebashkiakja e Lushnjës Eriselda Sefa së bashku me përfaqësues të Këshillit Bashkiak, mes tyre Kelmen Çela, Kozeta Guçi dhe Merjeme Dervishi, zhvilluan një vizitë zyrtare në fundjavë në pistojat e Italisë me ftesë të komunës së këtij qyteti në rajonin e Toskanës. Në kuadër të kësaj vizite u nënshkrua pakti i miqësisë mes Bashkisë Lushnjë dhe komunës së Pistojas, përfaqësuar nga kryetari Alessandro Tomas. Ky pakt përfshin bashkëpunim në fushën e kulturës,
turizmit, si dhe në shkëmbimin e përvojave ndërmjet bizneseve dhe sipërmarrjeve lokale. Vizita përkoi me fundjavën festive të Pistojas, e cila ishte e zbukuruar me drita dhe ngjyra të fundvitit, duke sjellë një atmosferë mikpritëse dhe pozitive për forca të reja bashkëpunimi mes dy komuniteteve. Delegacioni lushnjar vlerësoi mikpritjen dhe vullnetin për të ndërtuar ura të qëndrueshme miqësie dhe partneriteti në të ardhmen. Blegtoria në fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Fier është në rënje për shkak të vështirësive, ndërkohë që fermat e vogla po shkojnë drejt zhdukjes. Blegtorët po i pakësojnë tufat e baktive të imta në Libofsh, pasi sipas tyre, si rrugëzgjidhje gjejnë zvogëlimin e tufave dhe emigrimin. Realiteti i trisht ka detyruar fermerët e Libofshës të ulin numrin e baktive për shkak të mungesës së mbështetjes financiare nga shteti, kostos së lartë dhe mungesës së tregut, faktorë të cilët po bëjnë që sektori i blegtorisë, dikur potencial për zhvillimin ekonomik për mbarshtuesit e zonës, sot të shkojë drejt falimentit. Akoma më i trisht, realiteti i atyre që nuk kanë mundësi të arrijnë numrin e krerëve për të përfituar subvencionin modest nga skemat mbështetëse, shprehet njëri nga blegtorët e vegjël. Sipas tij, ata nuk subvencionohen nga skema kombëtare e mbështetjes në blegtori, e cila parashikon pagesa vetëm për fermerët me tufa të mëdha deri në 100 krerë dele ose dhi. Mungesa e subvencioneve ka sjellë rënje të numrit të baktive, jo vetëm në Libofsh, por edhe në të gjithë qarkun e Fierit, është shprehur blegtori nga Libofsha për televizionin Apollon. Kam 50 kokë dele, s'kam ku dyqoj. Shteti nuk na mbështet. Sa të themi tjetër, do më dhim. Si heqim, se nuk na del ekonomia. Do t'i heqim, sa të bëjmë, ulliri u doq. Teja doj, fun flakën ata që ti tem. E i ben doktori. Vaksinat i blini? Po. Po ushqimin? Ushqimin blejmë, dhe diskutohet. Po çfarë do bëni ju? Ne, ju e dini. Ullir na u dojën, po duan na japim dhim na japim. Zona e Libofshës, që dikur njihej për tufat e baktive dhe blegtorët që përkujdeseshin dhe i shumonin ato, në ditët e sotme sektor po shkon drejt përfundimit dhe për ata pak blegtorë që kanë mbetur, pasi fitimi dhe mbështetja nga shteti janë zero. Fermeri nga Libofsha pohon se të merresh me blegtori në këto kushte është kthyer në një mision tepër të vështirë, ndërsa të mbarshtosh tufat e deleve është pothuajse e pamundur. Sa më tepër vitet kalojnë, aq më shumë kopet e baktive paksohen për shkak të problemeve me të cilat përballen blegtorët, rënje të ndjeshme krahas vogëlimit të krerëve në tufa, ka dhe numri i fermerëve të angazhuar në sektorin e blegtorisë, që me sa duket po kapin fundin ka pohuar i dëshpëruar fermeri nga Libofsha. Pamjet nga tregu i Pakicës pranë stadiumit Roza Haxhiu në Lushnjë tregojnë një realitet shqetësues. Pavarësisht përpjekjeve të tregtarëve, çdo ditë ky treg përballet me sfidën e mungesës së konsumatorëve dhe rënies së shitjeve. Tregtarët jashtë kamerave shprehen se dikur ky treg ishte i gjallë me lëvizje dhe interes, por sot stendat shpesh qëndrojnë bosh dhe mallrat mbeten të pashitur. Në treg dominojnë pensionistët, të cilët për shkak të ardhurave të ulta nuk arrijnë të përballojnë blerje të rregullta. Një tjetër problem shqetësues është mungesa e besimit tek prodhimet vendase, për shkak të përdorimit të pesticideve, çka largon konsumatorët drejt produkteve të importuara. Kjo bën që shumë fruta dhe perime që nuk shiten në kohë të përfundojnë në kontinierët e mbeturinave. Tregu i Pakicës në Lushnjë kërkon vëmendje, politika mbështetëse për bujqësinë dhe ndërgjegjësinë për konsumimin e prodhimeve vendase, për të mos lënë në heshtje punën dhe djersën e fermerëve lokal. Në prag të festave të nëntorit, qyteti i Beratit është veshur kuqezi, duke u kthyer në një skenë të gjallë të krenarisë kombëtare. Vajzat beratase të veshura me kostume tradicionale kanë sjellë një atmosferë festive mes kallëdromeve dhe lagjeve muzeale, ku historia nuk lexohet por jetohet. Ekspozita fotografike organizuar në qytet në moton Berati gur historie në ngjyrat e flamurit ka risjell momente të trashëgimisë dhe rezistencës kombëtare.
Kultura dhe historia e qytetit janë bërë pjesë e edukimit dhe ndërgjegjësimit tek brezi i ri, që po mëson të ruajë dhe të promovojë identitetin kombëtar. Berati, qytet muzej i UNESCO-s, është shembull i gjallë se si tradita dhe historia ndërthuren për të ushqyer shpirtin e kombit. Turizmi vijon të jetë një nga sektorët më të suksesshëm të ekonomisë shqiptare. Vetëm në muajin tetor 2025, Shqipëria ka pritur mbi 908.000 vizitorë të huaj, duke shënuar një rritje prej 19.3% krahasuar me tetorin e vitit të kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, në total janë regjistruar mbi 1.5 milion hyrje, përfshirë dhe shtetas shqiptar në të gjitha pikat kufitare të vendit. 95% e vizitorëve të huaj vijnë nga Europa, me Evropën jugore që përfaqëson 73% të tyre, ndërsa Evropa perëndimore 12%. Turistët tërhiqen nga plazhet e paprekura, qytetet historike, mikpritja dhe kuzhina tradicionale shqiptare. Qëllimi kryesor i vizitave ka qenë turizmi dhe vizitat personale, me 98% të hyrjeve të dedikuara këtij qëllimi, një rritje prej 19.7% në krahasim me vitin e kaluar. Po ashtu dhe vizitat për arsye profesionale janë rritur me 3.8%. Në total, për 10 muajt e parë të vitit 2025, Shqipëria ka mikpritur mbi 11.1 milion turist, një tjetër rekord që tregon se vendi po konsolidohet si një destinacion gjithnjë e më i preferuar në një rajon dhe më gjerë. Këngëtari shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Shpat Kasapi, është ndarë nga jeta në moshën 40 vjeçare. Lajmi i trisht është bërë i ditur nga mediat maqedonase, sipas të cilave këngëtari ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Shpat Kasapi ka qenë një ndër emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u kthye në një nga emrat më të përfolur të muzikës, ku qëndroi për një kohë të gjatë në qendër të vëmendjes së publikut me një repertor të gjerë këngësh. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, duke sjellë hite të njohura për publikun shqiptar, të cilat e bën atë një nga figurat më të pëlqyera në Shqipëri dhe Kosovë. Këngëtari u martua në vitin 2021 me Selvie Jaon, me të cilën ka një djalë, ndërsa marrëdhënia e tyre përfundoi rreth një vit më parë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim.